Zhdukni thinjat e flokut për gjithmonë vetëm me patate. Flokët bëhen të thinjur kur qelizat ngjyrë prodhuese ndalojnë prodhimin e pigmentit. Në mënyrë tipike njerëzit fillojnë të kenë flokë të thinjur gjatë të 30-tave. Sigurisht flokët e thinjur mund t'i ngjyrosni edhe t'i fshihni thinjat, por nëse dëshironi të mos keni ngjyra të tjera të flokëve, por ngjyrën e vërtetë të flokut tuaj, ne ju sugjerojmë këtë recetë vetëm me një përbërës që ndihmon në fshehjen e thinjave të padëshiruara. E gjitha çfarë ju duhet është një tenxhere me lëvore të patates dhe 2 gota ujë. Hidhni lëvoret të patates në ujë dhe i vloni për 5 minuta. Lirni të ftohet lëngun që fitohet e ktheni një ngjyrë të verdhë më pas në të zezë. Bëhet fjala që patatet dhe lëvoret e tyre t'i keni pastruar nga çdo mbetje. Lani flokët me shampo siç bëni zakonisht. Hidhni përzierjen e patateve në flokun tuaj, pastaj mbuloni flokun me një peshqir. E mbani për disa minuta. Kjo përzierje do t'i bëjë flokët tuaj të jenë më të errët dhe gjithashtu edhe më të shëndetshëm, duke evituar kështu bojrat e shtuara në flokun tuaj.